Përshëndetje, Dr. Artan Hibraj, okulist kirurg klinika Provizion. Sot do të flasim në lidhje me IPL-n. IPL-ja është një trajtim mjekësor me dritë me energji të lartë që përdoret për të trajtuar sëmundjen e syrit të thatë. Kjo është procedura më efikase për ta mbajtur nën kontroll sëmundjen e syrit të thatë. IPL-ja përdor impulse drite për të trajtuar lëkurën rrotull kapakëve të syve. Ky është trajtimi më efikas për ta mbajtur në kontroll sëmundjen e syrit të thatë, sepse trajton shkaqet e syrit të thatë dhe jo vetëm simptomat siç bëjnë trajtimet e tjera. IPL-ja ul inflamacion e kapakëve, stimulon gjëndrat që prodhojnë yndyrën e lotit duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e lotit dhe përmirëson qarkullimin e gjakut në zonën e trajtuar duke sjellë një rigjenerim të mirë. Kur kryhet nga profesionistë të trajnuar, ky trajtim është shumë i sigurt, ka shqetësime minimale gjatë procedurës dhe nuk ka efekte anësore. Ka disa aparate IPL në përdorim, por vetëm OptiLight nga Lumenis është e aprovuar nga FDA-ja për trajtimin e syrit të thatë. Kjo për arsyen sepse OptiLight ka efikasitetin maksimal dhe sigurinë e duhur për të cilën ka nevojë këta pacient delikat. Trajtimi me OptiLight mund të kryhet në Shqipëri vetëm në klinikën Provizion, që është një qendër e specializuar për trajtimin e syrit të thatë. Jeni të mirëpritur.